revokimi me njëhershëm i amandamenteve të ligjit për të investime famëzitës, investimeve strategjike. Kërkohet regjistri i plot i këtyre investimeve. Dënohet me forcë diskriminimi minoritarëve në punësim dhe në qëllime të tjera. Dënohet me forcën më të madhe ndërhyrjet brutale të Edi Ramës në sistemin e drejtësisë, në sistemin e prokurorisë, në çdo rrjesht të tij, ku ka shkelje dhe mos pajtime, janë 3 emra famëzi: Edi Rama, Luj Balluku, Niko Peleshi. Dhe ajo që është më papranueshme, heshtja mediatike, është rënditja e mediave të kontrolluara nga qeveria në anën e qeverisë dhe në censur, manipulim të opinionit publik. Kjo është një çështje themelore. Lakrorit i kanë dalë petkat. Janë heq petkat tani. Edi Rama prej 3 muajsh ju deklaron të shqiptarve se janë këta që shkojnë dhe na padisin Bruxelles. Përpiqej me mercenar të akuzon të opozitën se gjoja pengon korrupsion, pengon integrimin. Opozita në Tiranë, në Bruxelles, në Berlin, në Washington, në Paris, Rom dhe kudo do thot të vërtetat. Dhe vetëm të vërtetat. Është e detyruar të ruaj raporte e saj me të vërtetën. Dhe nuk do aplikoj kurrat formë nacionalizmi që është strofull horrash. Nacionalizmi vërtet është patriotizëm. Dhe patriotizmi detyron të mbrosh interesat e qytetarëve tu kudo. Dhe jo të mbrosh interesat e horrave të kombit. Nuk janë shqiptarë që vjedhin. Janë qeveritarë shqiptarë që vjedhin qytetarë shqiptarë. Nuk janë shqiptarë trafikantë. Janë klanet e drogës të lidhura me qeverinë që bëjnë trafiqet. Nuk janë qytetarë shqiptarë që kontrollojnë drejtësinë. Është Edi Rama dhe klanet e drogës që kontrollojnë drejtësinë dhe ushtrojnë presion mbi te. Nuk janë qytetarë shqiptarë që duan që vote e tyre të grabitet, të plashkitet, të manipulohet. Është Edi Rama dhe qeveritarë shqiptarë ata të cilët shndrojnë zgjedhjen në farsë elektorale. Në këtë kuadër, opozita ka bërë dhe do bëje palkundur detyrën e vetë. Ndjemi shumë të lehtësuar nga ky raport. Janë 8 rezoluta nga viti 2024, vjeshta 2024 deri sot, që denancoi gjendjen dramatike në Shqipëri. Por tani shumë i ngjashëm me këto rezoluta është një parlament, është një rezolut e një komisioni parlamentar të përbërë nga gjitha grupet parlamentare të Parlamentit Evropian. Pra nuk është një dokument i një organizate të qendrës djathtë apo të djathtë apo të qendrës. Jo, është një dokument i të gjithë spektrit politik, i cili sankcionon një për një ato që ne kemi denoncuar. Sankcionon përjashtimin e opozitës nga procesi i integrimit, përjashtimin e qytetarëve nga procesi i integrimit. Paralajmëron se ky proces nuk mund të jetë kurrë pronësi e ekzekutivit.
se parlamenti do të jetë forumi qendror i këtij procesi. Unë shpreh keqardhjen time më të madhe dhe e dënoj të qëllim të papërgjegjshëm të mafjes mediatike qeveritare shqiptare. U bëj thirrje gazetarëve ta lexojnë, të bëjnë gjithçka për të shkuar këtë censurë qeveritare mbi dokument themelor për procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ordo? Raporti Andrea Shqider është raporteri socialist që ka paraqitur draftin, projektin. Unë ndryshuar amenduar nga 9 grupe parlamentare që votuan në këtë seancë. Janë bërë mbi 300 ndërhyrje. Amendime të raportit për të sjellë në aulën, në tempullin e demokracisë europiane, realitetin e vërtet shqiptar dhe jo ai që përshkruan qeveria. Vazhdo. Korniza e kushëzimit qytetërorë thekson se duke qenë se besueshmëria e procesit zgjerimit varet nga kushëzimi i rreth, progresi i bazuar në merit dhe zbatimi efektiv i reformave në vend vetëm të miratimit formal të legjislacionit, cilësia e reformave të nevojshme të një vendi përcakton afatin kohor të antarësimit. Raporti jep një goditje të rëndë për pjekjeve të Edi Ramës për të ecur me lobim korruptiv në procesin e integrimit. Pra i bën të qartë se cilat janë kushtet për afatin kohor, cila është korniza që duhet të ndiqet për të patur një integrim në një kohë sa më të afërt. Vazhdo.